Qindra mijëra njerëz janë mbledhur sot në Beograd për protestën e madhe të thirrur në sloganin 15/15, që i referohet numrit të njerëzve që humbën jetën nga incidenti në stacionin e trenit në Novi Sad. Studentët nga gjithë Serbia arritën në Beograd në këmbë ose me bicikleta, ku janë pritur nga qytetarët. 3 persona u plagosën në Beograd ditën e sotme, kur një makinë u përplas me një turm protestuesish që po shkonte drejt parlamentit. Sipas Ministrisë së Brendshme të Serbisë, policia arrestoi shoferin 50 vjeçar, i cili dyshohet se i bëri rezistencë arrestimit. Ndërkohë, ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Ivica Dačić ka konfirmuar se gjatë natës në Beograd ka pasur incidente dhe se 13 persona janë arrestuar. Dačić tha se të gjitha incidentet janë drejtuar në Parkun e Pionerit, ku ka student dhe se personat janë ndaluar për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Dačić tha se shumica e traktorëve të vendosur rreth Parkut të Pionerit janë dëmtuar dhe se ka pasur përpjekje edhe për t'i tjegur ato për t'i shtyrë në rrugë. Ai shtoi se roli i policisë është të parandalojë luftën vëllavrasëse apo çdo ekstremizëm që mund të shkaktojë dëme të mëdha në interesat e Serbisë dhe qytetarëve të saj. Mediumi serb Nova.rs ka raportuar se në Parkun Pioneri kanë arritur burra të maskuar me të zeza. 10 prej tyre janë filmuar mëngjesin e sotëm, raporton ky medium. Sipas mediave serbe, grupi që mori pjesë në sulmin terrorist në Banjsk të Kosovës ka mbërritur në Beograd dhe është i gatshëm për të përdorur nga presidenti serb dhe inteligjenca serbe kundër protestuesve. Protestat të udhëhequra nga studentët filluan në nëntor pasi një pjesë në stacionin e trenit në Novi Sad u shemb, duke vrarë 15 njerëz. Demonstratat janë mbajtur pothuajse çdo ditë që atëherë, dhe ky tubim është një nga protestat më të mëdha antiqeveritare në historinë e re të Serbisë.